لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të vazhdoj dhe në mësim të flas mbi dalimin e bojkotimit ndërmjet muslimanëve. Përveç nëse ka një shkak fetar, siç është bojkotimi i bidatçiut ose atij që bën një gjunah të madh haptasi. Në këtë temë, autori ka sjellë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum." Vërtet, besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojeni vëllezërit me njëri tjetrin. Besimtarët janë vëllezër, prandaj dy palët që kanë konflikt me njëri tjetrin duhet t'i pajtoni. Duhet që t'i ndihmoni që të merren vesh me njëri tjetrin. Wattaqullah, dhe kini frikë Allahut në mënyrë që të mëshiroj Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar në këtë ajet ka shpallur lidhjen e vllazërimit mes muslimanëve. Besimtarët janë vëllezër. Dhe lidhja e vllazërisë do të thotë që muslimanët të respektojnë të drejtat e vllazërisë, ta duan njëri tjetrin për hir të Allahut, të jenë të mëshirshëm me njëri tjetrin, të sillen me butësi me njëri tjetrin, ta ndihmojnë njëri tjetrin, të plotësojnë nevojat e njëri tjetrit, t'ia mbulojnë tmetat njëri tjetrit, ta këshillojnë njëri tjetrin për të mirën e dunjos dhe të ahiretit, për çështjet e fesë dhe për çështjet e jetës, të jenë dashamirës për njëri tjetrin. Pra kjo është vllazëria islame. Ajo nuk është thjesht një fjalë, por është një lidhje nga e cila lindin detyra. Pra vllai musliman gëzon të drejta, duhet që të respektojnë të drejtat e vllazërisë islame. Në ana tjetër, duhet që të mëjanojnë gjithçka që e prish vllazërinë mes muslimanëve. Dhe në këtë temë do përmenden gjëra që prishin vllazërinë mes muslimanëve. Po ndërto është dhe bojkotimi i muslimanit. Kur je i zemruar me një musliman dhe nuk i flet atij, kjo çon në humbjen e lidhjes dhe prishjen e vllazërisë. Prandaj autori ka sjellë këtë ajet në këtë temë, sepse duhet të jemi vëllezër. Dhe kutja e lidhjeve me muslimanin, kur nuk i flet me muslimanin, kur ma zemrat me të, se
që të rënditësisë dhe se rëndë nga shpjegim të hadithët e inshallah ta'ala. Pra, kjo e prish vëllazërinë islame. Ne i njohuar që jemi vëllezër, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, wa kunu ibadallahi ikhwana, bëni o rob të Allahut vëllezër. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-muslimu akhu al-muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. مسلمani është vëlla për musliman. Prandaj lejohet që muslimani t'i bëjë padrejtësi, të dëmtojë musliman, dhe nuk lejohet që ta braktisë. Përkundër se duhet ta ndihmojë. Pastaj thotë, kush i gjendet një muslimani në një nevojë, Allahu i lartësuar do t'ia plotësojë atij nevojat. Që do thotë se kush e ndihmon një musliman, Allahu ka ta ndihmuar. Prandaj sipas një hadithi tjetër që e ka transmetuar Ebu Hurajra, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allahu i lartësuar e ndihmon robin përderisa robi ndihmon vëllain e tij. Thotë vazhdim të hadithit e Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, kush e shiron një musliman në një mundim, në një situatë e rëndë e kësaj bote, Allahu i lartësuar do ta shirojë atë në një mundim i ditës së gjykimit. Kush e mbulon tmetat e muslimanit, Allahu i lartësuar do t'i mbulojë tmetat në ditën e gjykimit. Atëherë mësojmë nga ky hadith që jemi vëllezër, muslimanët janë vëllezër të njëri tjetrit. Nuk duhet të bëjmë padrejtësi njëri tjetrit, që padrejtësia është vëllazëri. S'do ta dëmtojë njëri tjetrin, s'do ta lëndojë njëri tjetrin. Nuk duhet ta lësh vllajën musliman në banë, lejohet ta lësh në banë, lejohet ta braktisësh, por do ta ndihmosh. Dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ne ka nxitur që të plotësojmë nevojat e njëri tjetrit, ta ndihmojmë njëri tjetrin, përpiqemi të shijojmë muslimanët nga mundimet, nga situatat e rënda, nga vështirësitë, dhe t'ia mbulojmë tmetat muslimanëve. Por është fjala për atë musliman që nuk e bën gjunahun haptasi. Dikush ka gabuar, ka rëshitur një mëkat, një çështje, por njerëzit nuk e dinë. Atëherë me ambullu të tmetë, dhe mos të është njëri i njohur, për njëri devotshëm, si njëri i mirë, me ambulluar gabimin, me ja nashkaluar problemet, sepse kush i ambulon tmetat një muslimani, Allahu i lartësuar i ambulon tmetat në dynjon dhe në ahiret, sikur se thuhet në një hadith tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me vllazërinë mes muslimanëve ka thënë: "Idha qala al-muslimu idha da'a al-muslimu li akhihi bi dhahri al-ghaib qala al-malaku amin wa laka mithla." Yani al-malak al-muwakkal bihi qala amin wa laka bimithlihi. Nëse një musliman lutet për një vëlla musliman që s'është i pranishëm, meleku thot amin, o Allah pranoj këtë lutje, dhe jepi këtij që pranon këtë lutje, si ajo që ka kërkuar për vllajën e tij. Atëherë muslimanët të luten për të mirën e muslimanëve. Dhe nëse një musliman lutet për një vëlla që s'është i pranishëm, meleku thot, o Allah pranoj këtë lutje. Amin, o Allah pranoj këtë lutje, dhe jepi këtij që pranon këtë lutje, si ajo që kërkon për vllajën e tij. Prandaj dietarët thonë, një nga sebepet që Allahu i lartësuar të ta pranojë një kërkesë është që të bësh lutje për vllajën tënd.
është një vajzë dhe lutem që Allahu ta shërojë nga shtep. Dhe lutem amin. Dhe jep edhe këtij shtep, ti që po kërkon shtep për vllajën e tij për shembull. Lutem që Allahu t'i jap diturinë një vllajë musliman. Lutem që Allahu t'i jap diturinë një vllajë musliman. Dhe lutem amin. Jep edhe ti që po lutet. Pra kjo është nga sebebet që Allahu na lartësuar të na e përcoj kërkesat dhe pra lutet na japë mirësi. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam i hadith thotë: "Mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahari wal-humma." Besimtarët në dashamirësinë për njëri tjetrin, në mëshirën që duhet të kenë për njëri tjetrin, në dhenshurinë që duhet të kenë për të ushqejnë për njëri tjetrin, janë si në trupi vetëm. Nëse një pjesë e trupit ndihen dhimbje, atëherë i gjithë trupi e ndjen këtë dhimbje, pjesët e trupit i thrasin njëra tjetrës, duke e patur të gjitha këtë shqetësim, këtë dhimbje. Dhe përndaj ka pagjumësi ropi, ka dhimbje, ka temperaturë, ka ethe. Ajo dhimbja mund të jetë një pjesë trupit, pra në gjithë trupi e ka këtë shqetësim, këtë dhimbje, është në ethe, është pagjumë. Dhe besimtarët, nëse një musliman ka një shqetësim, ka një hallë e ndaj, dhimbjen, shqetësimin me ta. Kështu kuptohet në hadith e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith e ka sjellë Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka bayna asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam." Besimtari për besimtarin janë si ndërtesa, pjesët e së cilës e forcojnë njëra tjetrën. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka ndërfutur gështrit në njëri tjetrin, duke treguar se si muslimanët e mbajnë dhe forcojnë njëri tjetrin. Muslimani ka nevojë për vëllezërit e tij që ta forcojnë si për çështjen e fesë edhe për çështjen e jetës. Kur jemi me vëllezër që janë devotshëm, që janë të mirë, rritet imani. Prirët për vepra të mira, është vepra të këqija. Por nëse nuk jemi mes vëllezërve, atëherë mund të mësohesh në fe. Kemi nevojë me vëllezër musliman që të fuqizohen në fe. Gjithashtu edhe për çështjet e jetës, kemi nevojë me vëllezër musliman, sepse njeriu kalon situata të ndryshme dhe ka nevojë që të ketë vëllezër pranë, vëllezër në Islam. Prandaj profeti ka përmendur që muslimanët janë si ndërtesa, pjesët e së cilës forcojnë dhe mbajnë njëra tjetrën. Kështu mbahet ndërtesa. Pjesët e saj mbajnë njëra tjetrën dhe bëhet ajo fortë, mbahet ndërtesa. Muslimanët thotë janë vëllezër. Vllazëria është një lidhje që e ka shpallur Allahu në Kur'an. Është lidhja e fesë. Por është një mirësi e madhe që na ka bërë Allahu lartësuar. Allahu vllazërinë e ka përmendur si mirësi në Kur'an. Ka thënë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për besën e Allahut, Kur'anit. Wa la tafarraqu, Kur'ani, Sunetin. Wa la tafarraqu. Dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, dhe kujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush, idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Kur ju ishit armiq, dhe Allahu lartësuar i bashkoi zemrat tuaja. U dha harmoni në zemra me njëri tjetrin. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dhe u bot me mirësinë e Allahut të lartësuar vëllezër. Për që vllazëria është mirësi nga Allahu i lartësuar.
Para se shkon e profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, para se ansarët pranuan Islamin, kishin vllavrasje. Kishin bërë dhe luftra me njëri tjetrin, fisi Aus dhe fisi Khazraj. Profeti sallallahu alaihi wasallam u bëri thirrje në Islam, pranuan Islamin dhe Allahu i bashkoi zemrat e tyre, u bën vëllezër. Dhe Allahu ka përmendur këtë si një nga mirësitë e mëdha që u ka bërë. وألف بين قلوبهم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيوب مرسينا الله تبارك vëllezër, kështu që një nga mirësitë e mëdha që na ka bërë Allahu në lartësuar është vllazërimi mes muslimanëve. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Ju ishit në buzën e greminës së zjarrit, gropës së zjarrit, zjarrit të xhenemit. Ju shpëtoi Allahu nga zjarri i xhenemit. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. Kështu Allahu në Torë u bën qarta sheja njerëzve në mënyrë që ata të udhëzohen të marrin rrugën e drejtë. Gjithashtu Allahu në Torë thotë në Kur'an: "Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim." Allahu të ka ndihmuar ty me ndihmën e tij dhe me muslimanët. وألف بين قلوبهم. الله نتور إيكا بشكور زمرة المسلمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. Sikur ti të shpenzoj gjithçka që është në tokë, që ti bashkoje muslimanët dhe të jepje harmoni në zemër me njëri tjetrin, nuk do të arrijë diçka të tillë, por Allahu i bashkoi zemrat e tyre. Në këtë temë, gjithashtu, pra, në vazhdim të ajetit Allahu në thotë fa aslihu bejna akhawaykum dhe pajtojnë muslimanët në njëri tjetrin. Muslimanët janë vëllezër, dhe nëse ndodh një konflikt mes muslimanëve, nëse dy muslimanë kanë sherr me njëri tjetrin, nëse nuk shkojnë me njëri tjetrin, nëse nuk i flasin njëri tjetrin, çfarë duhet bëjmë ne? Ti pajtojmë. Përpiqemi që t'i pajtojmë muslimanët me njëri tjetrin. Çështja e pajtimit atëherë ka përmendur Allahu në Kur'an. Përpiqemi me i pajtu muslimanët me njëri tjetrin. Në një vend tjetër në Kur'an Allahu në ka përmendur shpërblim të madh për ata që përpiqen të pajtojnë muslimanët me njëri tjetrin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "La khayra fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس." Nuk ka mirësi në shumë biseda të fshehta që bëjnë ata. Përveç atij që bën bisedë të fshehtë duke këshilluar dhe urdhëruar për të dhënë sadaka ose për të pajtuar njerëzit me njëri tjetrin, ose për një vepër të mirë, për një fjalë të mirë, ose për të pajtuar njerëzit me njëri tjetrin. ومن يفعل ذلك kush i kryen këto vepra ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kush i bën këto vepra duke kërkuar kënaqësinë e Allahut të lartësuar, ne do t'i japim shpërblim të madh. Atëherë, ata që i bëjnë këto vepra, ku hyn edhe pajtimi i njerëzve me njëri tjetrin, kanë shpërblim shumë të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Was-sulhu khayr." Pajtimi është i mirë. Shpërbimi sa ndarja, sa konflikti. Prandaj do përpiqemi të pajtojmë njerëzit. Realisht ajeti është në kontekstin e ajetit do të thonë pajtimi mes burrit dhe gruas. Por kuptimi është, edhe pse ky është konteksti i ajetit, kuptimi është i përgjithshëm. Që pajtimi mes njerëzve, mes muslimanëve është gjë e mirë, është ka mirësi, ka dozim. Gjithashtu Allahu thotë në Kur'an: "Wa aslihu dhata baynikum." Thotë pajtojni njerëzit, të lëshuajni konfliktin
keni konflikt, mos keni shef. Qoftë shef për çështje pasurie apo për ndonjë çështje tjetër. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ne ka dhënë që ti pajtojmë njerëzit. Në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu sulama min an-nas alayhi sadaqatan fi kulli yawmin tatlu'u fihi ash-shams. Për çdo kock njeriu duhet japë sadaka në çdo ditë që lind dielli. Për çdo pjesë, çdo kock të trupit. Edhe ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam disa vepra që konsiderohen sadaka. Ta'dil bayna ithnayn sadaka. Ti pajtosh dy njerëz me njëri tjetrin me drejtësi, quhet sadaka, quhet një vepër e mirë. Pra, marrë shpërblim, jo vetëm për pasurinë që e jep si sadaka, një varë për një jetimi, një nevojtari, por edhe për disa vepra tjera të mira, siç është pajtimi, pajtosh dy njerëz me drejtësi. وتعين الرجل فتحمله على دابته أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Dhe nëse një njeri që ai të hipër kafsh dhe e ndihmon dhe ja vendos plaçkat, ja vendos në kafsh apo në mjetin e udhimit, bën sadaka, pra bën si shpërblim sadakas. Wal kalimatu at-tayyiba sadaqa. Edhe fjala e mirë konsiderohet sadaka, udhërim për të mirë, ndalimi nga e keqja, thirrja në Zotin, përshëndetja me selam, kthimi i selamit. Një fjalë e mirë me cilën i heq mërzitjen, brengën e muslimanit, dhikri. Gjithë ato hyn fjalët e mira. Fjala e mirë quhet sadaka, pra merr si shpërblim sadaka të Allahu te Allahu. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. Dhe për çdo hap që bën, kur shkon për xhami, me shpërblim si shpërblim i sadakas. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. Dhe heqja e plaçkave nga rruga gjithashtu quhet sadaka. Profeti ka përmendur mes këtyre veprave që quhen si sadaka, që kanë shpërblim në sadakas, dhe pajtimin e muslimanëve me drejtësi. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ela ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam wal qiyam was-sadaqa islahu dhati bayn." Ka thënë, do t'u tregoj disa vepra që kanë mirësi më të madhe tek Allahu i lartësuar sesa namazi nafile, agjërimi nafile dhe sadakaja. Është pajtimi i muslimanëve, të rekomash muslimanët me njëri tjetrin. Pajtohet, mos kenë shak, mos jenë zemruar me njëri tjetrin. Dy muslimanë nuk i japin selam njëri tjetrit, kanë koha, s'flasin me njëri tjetrin. Përpiqesh ti pajtosh. Dy muslimanë kanë konflikt, kanë shak me njëri tjetrin. Përpiqesh ti pajtosh. Kjo ka shpërblim më të madh tek Allahu i lartësuar se sa shpërblimi i namazit nafile, agjërimit nafile dhe sadakas. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar Hasan birin e Ali radhiyallahu anhu për faktin se ai radhiyallahu anhu do i pajtonte dy grupe të muslimanëve që do të kishin konflikt në të ardhmen. Inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah yusliha bihi bayna fi'atayn عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. Biri, pra e kishte fjalën për Hasenin, dhe profeti sepse ajo është një profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është i madh. Dhe Allahu i lartësuar do t'ia mësojë atij që të pajtojë dy grupe muslimanësh. Do t'ia mësojë Allahu që të pajtojë dy grupe muslimanësh. Të cilët kanë bërë në thirrje. Ja në të rrugë, shjala për grupin kampin Alimit dhe kampin e Muavijës, dhe Allahu i lartësuar bërthur që të pajtoheshin të dy grupe kur hoqi dorën e khilafetit Hasan ibn Ali ibn Abi Talib
رضي الله عنه عن الحسن وعن علي رضي الله عنهما. Kënaqësia e Allahut qoftë si për Hasanin edhe për babain e tij Aliun. Po. Ka profeti sallallahu alaihi wasallam e lavdëroi se të pajtonte muslimanët. Aisha radhiyallahu anha ka treguar se njëherë profeti ka dëgjuar zërat të ngritur të dy njerëzve që kishin një shah. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وأحدهما يستودع الآخر ويسترفقه فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر يقول والله لا أفعل فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف فقال ها أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحبه. Dy veta kishin konflikt për çështje borxhi me njëri tjetrin. Edhe kishin dalë ke porta e profetit, që profeti domethënë ta ndante çështjen e tyre. Por po i ngrinë zërat. Dhe njëri prej tyre i thoshte tjetrit, ma fal një pjesë borxhit. Ose të paktën a kërkon në një but. Jo ka shashpër, në shtërlo ka shumë, se s'ka mundësi të ashtë lejë, borgjën. Ose të tjetër të thoshte pasha Allah, s'ka mund të bëha asnjëherë me tyre. Betohi profetit sallallahu alaihi wasallam. Ashtia. Dhe ku është ai që betohet se s'do bëj mirë? Sa ja unë jam. Edhe do bëj atë që do bëj. Çfarë do? Do t'ja fal borxhin? Ja fal. Do t'ja heqë pjesë borxhit? Ja heq. Kërkon për veti ta shtyja fatën e shtyrjes borxhit dhe ta trajtoj but, ashtu do bëj. Me njëherë për ne këshill me profetit sallallahu alaihi wasallam. Vërejmë që profeti doli me rëgohë nga i tjetër. Edhe tha, pse pa i betohesh? Si betohesh që mos të bërë mirë? Të ti pajtoj muslimanët, të shkruajmë konfliktin. Po që se njëri është e ka rënduar borxhin, ai nuk është mashtrus. Se atje kur dikush nga borxhe dhe mashtron njerëzit, s'ka dhënë i taj borxhe. Atëherë dhe mund të shtërlohet që të shtyj borxhin. Por përtej ka pas borxhin për një hapë dhe ka pas premtë që ta shtyjë atë, atëherë bëjmë mirë që të ndërhyjmë ose për faljen e borxhit, ose për faljen e pjesës së borxhit, ose për shtyrjen e afatit të shtyrjes së borxhit, ose ta ndihmojmë vëzhgiun. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte njoftuar se banorët e Allahut kishin pas një shemb në njëri tjetrin, hatta taralu bainahum bil hijara. Ai kishte plas konflikt mes tyre, edhe konflikti kishte degraduar deri në atë pikë sa që kishte filluar me gjujt njëri tjetrin me gur. Ndërvesh profeti sallallahu alaihi wasallam u thonë shumë me ti, heja bina nuslihu bejnon, eja të shkojmë dhe ti pajtojmë. Shkojmë profeti me disa nga shumë të ti, ti pajtojmë këta muslimanë. Në Kubaja i vend në Medine. Ti pajtojmë këta muslimanë që kishë shakë një tjetër. A mësojmë të hera për hadithe, se muslimanët duhet të përpiqen, ti pajtojmë muslimanët me njëri tjetër. Në këtë temë, autori ka përmendur dhe fjala Allahu të lartësuar wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Aq sa Allahu të lartësuar wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Bashkëpunoni me njëri tjetrin. Bashkëpunoni me njëri tjetrin për vepra të mira. Për vepra të mira. Dhe për lënien e gjunave. Ndihmojë njëri tjetrin për të kryer vepra të mira dhe për të lënë gjunat. El birr
është një fjalë që përfshin të gjitha veprat e mira, si ato që lidhen me të drejtën e Zotit, ibadetet, dhe ato që lidhen me drejtat e robëve të Zotit, të bëjmë mirë robëve të Zotit, sillemi mirë me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Pra, fjala birr përfshin të gjitha këto veprat e mira. Fjala taqwa këtu bën fjalë për lënjen e gjunaheve, për largimin nga të ndaluarat dhe gjunahet. Dikush më thotë, por ne kemi dëgjuar shpesh, edhe unë më kam thënë shpesh herë, që takwaja përfshin veprimin e detyrave të fesë dhe largimin nga gjunahet. Këtu pse po themi që takwaja bën fjalë për largimin nga gjunahet? Përgjigja, sepse fjala birr këtu është përvedhur bashkë me fjalën birr. Dhe fjala birr tregon mirësinë, domethënë veprat e mira. Ndërsa fjala takwa tregon largimin nga veprat e këqija. Vedh bashkë me fjalën birr, atëherë takwaja tregon largimin nga veprat e këqija. Nëse po përmendet fjala taqwa në vete, atëherë përfshin si kryerjen e veprave të mira edhe largimin nga veprat e këqija. Të gjitha hyn tek taqwaja. Atëherë Allahu i lartësuar në këtë ajet ne ka nxitur që ta ndihmojmë njëri tjetrin për vepra të mira. Ta ndihmojmë njëri tjetrin për taqwallah, për të larguar nga veprat e këqija. Dhe ne ka ndaluar që ta ndihmojmë njëri tjetrin për mëkat. Kështu që ky ajet është parim, se nuk lejohet ta ndihmosh apo të bashkëpunosh me tjetrin për një mëkat. Kështu s'lejohet t'ia shesësh rrushit për shembull, atij që e di se do ta bëj verë. Nuk lejohet transportimi pijeve dese, shitje dhe blerja e tyre, përpunimi i tyre, sepse faktikisht ka hadithe specifike për këto, por hyn dhe ke parimi i përgjithshëm. Mos ndihmoni njëri tjetrin për mëkat. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Mos ndihmoni njëri tjetrin për mëkat. Ka thënë Ibn Jarir at-Tabari, mos ndihmoni njëri tjetrin për mëkat. Do të thotë mos ndihmoni tjetrin që të i pasdore detyrat e fesë, që të lëj zbatimin e urdhrave. Wal-'udwan, mos ndihmoni tjetrin që të shkel kufijtë e fesë, bëj gjunahe, bëj harame. Dhe mos ndihmon tjetrin gjithashtu të shkel, mos ndihmon që të bëj padrejtësi, të dëmtoj, shkel të drejtën e tjetrit, të cënoj jetën, pasurinë apo dignitetin, nderin e tjetrit. Nuk lejohet që të ndihmon tjetrin për agresion, dëmtim, padrejtësi, shkeljen e kufive, mos respektimin e të drejtave të të tjerëve. Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Autori ka përmendur këtë pjesë në këtë temë. Pse? Sepse bojkoti hyn ke bashkëpunimin me gjuna. Në shkeljen e drejtave. Shkeljen e drejta e vazhdimisë islame. Dhe nuk lejohet që të marrim zemrat me njëri tjetrin. Dhe nuk lejohet që të bëhemi shkaktarë që dy muslimanë të prishen, të kushtojnë me njëri tjetrin, marrin zemrat me njëri tjetrin. Prandaj feja islame ka ndaluar edhe ato gjëra që prishin vllazërimin islam. Ndalohet smira, ndalohet urrejtja me muslimanëve,
ndalohet mashtrimi, ndalohet padrejtësia, përgojimi, thashëtheme, bardhja e fjalëve, thashëtheme gjua ai që përcjell fjalët, duke i prishur dy njerëz me njëri tjetrin, në xhenet ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata qattatun aw lammamun. Pse si prishtirët mes muslimanëve? Vim tani tek hadithet që ka sjellë autori dhe të Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, të dëgjuar se dëgjuar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه. وفي صلى الله عليه وسلم mos i pusi lidhjet me njëri tjetrin. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Mos i pusi lidhjet me njëri tjetrin. Domethënë mos e bojkotoni njëri tjetrin. Dhe të thotë bojkotosh tjetrin, domethënë mos ja për selam, mos i flasësh. Ka ndërtuar profeti sallallahu alaihi wasallam çka të tillë. Po mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Dikush vën që t'i flasë tjetrin, vën që t'i japë selam, ja kthen shpinën. Lejohet të ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë mos e urreni njëri tjetrin. Hadithi është jo vetëm ndalim nga urrejtja, por edhe nga sebebet, shkaqet që sjellin urrejtja. Siç është përgojimi, thashëthemet, mashtrimi, shitderi, kontrata e tjerë, padrejtësia, lëndimi, fyrja, sharja, tallja e tjetrit, gjitha këto shkaktojnë urrejtje. Ju duhet t'i mjanojnë, këto shkaktojnë urrejtje, këto e prishin vllazërinë. Gjithashtu, ne ka ndaluar shariati pije dese, ne ka ndaluar bixhozin. Dhe një nga arsyet se ndalohet bixhozi, kumari, lojrat e fatit dhe pije dese, është se ato shkaktojnë urrejtje mes muslimanëve dhe armiqësi ndërmjet tyre. Ka thënë Allahu në Kur'an: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Shejtani synon që të nxisë dhe të fusë ndërmjet jush urrejtje dhe armiqësi nëpërmjet bixhozit, umarit dhe pijeve dese. Dhe që t'ju pengoj juve nga namazet dhe nga dhikri i Allahut. Atëherë apo hiqni dorë. Ky ajet është në kontekstin e ajetit që ka ndaluar, domethënë në asaj pjesë kuranore që ka ndaluar në mënyrë kategorike pije dese. Kur zbriti ky ajet i Kuranit, sa Umar ibn Khattab intahejna rabbana, fushëndorë o Zoti ynë. Tha sahabët, fushëndorë, o Zot, fushëndorë. Ka treguar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë për i shërbeja Abu Talhas dhe disa të tjerëve nga shokët e profetit, u shërbeja me musht hurmash arabia, pije që ishte bërë me hurma arabie, pije e ëmbël, por që ishte fermentuar, ishte bërë pije dese, dhe po jepi atë pije. Dhe vjen një burrë dhe thot, ela inna al-khamra qad hurim. Sa vërtet pije dese janë ndaluar.
Sa e solli lajmë, e po talë e të nisit, qohënës, dhe deri emët, ose fuqit, që kemi me verë, me pjedesë. Kale, thema se e manha, wala raja'uha. Fa nuk pytën, asë nuk u këthyre më pjeve desë. Presim pagën shohëm që vetëm njërën e ka si të dajme. Presim. Ose nuk thanë, po e qëjmë dhe i fundi këto. Ose nuk thanë, po i pimi këto që kemi dhe për e në. Ose nuk thanë, po i shesim. Si të në diçka. Pa e diskutuar fare. E kuptuar një përderi se e ndaluar, nuk bërë asë me i shqit, asë me adhorë tjetërit, asë me përfitu më për tyre, por duhet me i dërë. Edhe i dërë në rogicët e vetines. Shikojnë të si shokë të profetit, shpejtojnë në zbatim në ujë. Kjo hadith është i saktë, kjo hadith e fundi e solla. Kësa janë Buharit, dhe të tjerë nga librat e hadithit. Pra, arsyeja pse Allahu e mëtuar, një nga arsyet pse Allahu e ka ndaluar hijen desë është nxit urrëtia. Prandaj ka thënë dietar, gjithçka që fut urrëtie dhe argësi mes muslimanëve është ndaluar. Ka thënë wala tadhaghadu mos urrëni tjetër. Sheria ka ndaluar të urrëni tjetër se prishet vllazëria. Me nga ana tjetër, ne ka këshilluar që kemi dashuri për njëri tjetrin. Dhe të bëjmë sebebet që sjellin dashuri. Siç është vizita, vizitojmë njëri tjetrin. Të japim dhurata njëri tjetrit, të hadu, të habu. Japim dhurata njëri tjetrit që shtohet dashuria. Të japim selam njëri tjetrit. Nuk keni për të bërë besimtar, nuk do të hyni në xhenet të një hadith, derisa të bëheni besimtar. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ظلوا تطالين المولى في سبعة بيد سبعين داشون بيرتين فسألت أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أعطوا يديشكا تطير نسيود ربان دوكين داشون بيرتين أفشوا السلام بينكم يمي السلام بينكم سلام من përshëndetje me selam shton dashurinë mes muslimanëve. Ta ndihmojmë njëri tjetrin. Pra janë ka sebejve, ka gjëra që shtojnë dashurinë mes muslimanëve. Shariati na ka mësuar që të kemi dashuri për njëri tjetrin dhe të bëjmë ato sebejve, ato punë që shtojnë dashurinë mes nesh. Dhe të largohemi nga ato gjëra që shkaktojnë urrëtie. Por urrëtia për hir të Zotit, dashuria dhe urrëtia për hir të Zotit është hak. Si kur thot hadithi, dhe mos keni urrëtie për njëri tjetrin në nga fjalën për urrëtie për hir të Zotit. E urren për shembull një njeri sa o kafir. I urren kafirat. Ose e urren njeri për bidatin që ka, o bidat që ka. Por nuk e urren si kafira, e do për faktin që është musliman, por nga ana tjetër e urren për bidatin që ka. Ose një gjunaqar të madh. E do për të mirën që ka, e urren për gjunaqin që ka. Besimtarin e mirë e du më shumë se sa gjunaqarin e madh. Pasuesin e sunetit e dua më shumë se sa bidatçiu. Mirë po, bidatçiu nuk ta urrejmë si kafiri, se kafiri është më larg. Atëherë dashuria për hir të Zotit dhe urrejtja për hir të Allahut është një nga çështjet e fesë dhe me të plotësohet imani. Lidhja më e fortë e imanit ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith është al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Awthaqu 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Lidhja më e fortë e imanit dhe besimit është dashuria për hir të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut. Wala tahasadu, mos keni smirë për njëri tjetrin. E vorë për smirë në
një mësim apo disa mësime të mëparshme, smira do të thotë që njeriu të dëshirojë që tjetri ta humbë një mirësi që ja ka dhënë Zoti, të ikë një e mirë që ja ka dhënë Zoti. Qoftë çështjen e fesë, qoftë çështjen e jetës. Dhe smira është haram. Dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thënë mos keni smir për njëri tjetrin. Snojë do t'ja dojë të mirë, dhe do të ketë urrejti për vllajën e tij, jo të ketë ta ketë smir vllajën e tij. Po dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush për ju nuk bëhet besimtar i mirë derisa të dojë për vllajën e tij atë që e do për veten e tij. Ti thua të mirë për vllajën që e do për veten. Dhe nëse njeriu ka smir në musliman, kjo do të thotë që s'e di se do të mirë musliman. وقولوا عباد الله إخوانا bëhuni robët e Allahut vëllezër. Pasi ajo të paku para jemi vëllezër. Dhe duhet që ta ruajmë vllazërinë. Është kuptimi fjalë bëhuni vëllezër, ruani vllazërinë. Do të thotë se duhet kemi mëshirë për njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të çojmë nevojat e njëri tjetrit, t'ia mbulojmë tmetat njëri tjetrit, ta këshillojmë njëri tjetrin me sinqeritet. Po jetë Allah subhanahu wa ta'ala dhe të mjanojmë të gjitha ato gjësi që prishin vllazërinë. Ne kam përmendur sa gjëra profeti këtu. Putja e lidhjeve, zemrata, urrejtja, smira, përgojimi, shëndetëve, shpifja, tallja e tjerë. Pra këto prishin vllazërinë, do të ruhet për tyre. Thunë la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Nuk i lejohet muslimanit që ta bojkotojë vëllain e tij më shumë se sa 3 ditë. Le pyetja. Po 3 ditë dhe më pak se 3 ditë. A lejohet ta bojkotosh muslimanin? Përgjigjja po. E ka lejuar profeti bojkotin. Zemratën 3 ditë e më pak. Më shumë se 3 ditë është haram. Ku që do rëndësia? Që shariati e ka lejuar me bëjt zemrat për tjetërin. Mos me i bërë tjetërin, mos me i thonë selam, ose mos me i apëjt selam për 3 ditë. Në se pritja selam është detyrë. Në dhe selam është detyrë. Por, bojkotin, si jep selam, nuk i fletë. Për 3 ditë. I zemrat për tjetër, nuk i fletë për 3 ditë. Arsyeja nga dietarë është se njeriu në natyra e tij nevrikoset, zemrohet dhe ka nevojë për pak kohë që të qetësohet. Prandaj shariati i ka dhënë hapësirë, i ka dhënë mundësi 3 ditë që të mundet të qetësohet, të normalizoj gjendjen. Edhe pajtohet për vllajën e tij dhe t'i flasë. Herë shariati ka toleruar për 3 ditë. Ky është në kuptimi i hadithit. Se ka thënë nuk lejohet që muslimani të bojkotojë vllajën e tij më shumë se 3 ditë. Atëherë shprehimisht hadithi ndalon bojkotin më shumë se 3 ditë. Në kuptimin e hadithit arse lejohet bojkoti 3 ditë e më pak se 3 ditë. Pas këtij hadithi, mirë po, në qoftë se bojkoti bëhet me një arsye fetare, atëherë lejohet më shumë se 3 ditë. Arsye fetare, shkak fetar, është për shembull bojkotimi bidatçit. Bidatçi do dietarë lejohet bojkotohet në dy raste. Në rastin e parë, që ai të hidur nga bidati, të bojkotojë muslimanët, që ai të hidur nga bidati. Në këtë rast, bojkoti bëhet se është në dobi të bidatçit, i personi që ka një bindje për bidat,
kryer një vepër që është bidat. Rasti i dytë, bojkotohet që të mos përhapet bidati i tij tek njerëzit, që njerëzit mos e pasojnë këtë bidatçi. Këto njerëz që janë bidatçi. Në qoftë se nuk ekziston asnjëherë për ty arsye, atëherë nuk lejohet bojkotimi i bidatçi. Sa musliman, duhet të mësoj, duhet të flasë. Se cili është bidatçi, u ka sqaruar në mësimin e kaluar. Do të thonë që nuk mund të quhet një bidatçi për çdo bidat, sepse bidatet nuk janë të gjitha të një shkallë. Dhe u kam sqaruar se bidati për shkak të cilit njeriu quhet bidatçi është bidati e rënda, bidati e sekteve, si bidati e xhavarixhëve, murxhieve, rafidhive, shiitëve, xehmive, kaderive, këto bidatet e rënda. Këtu mund përfshim dhe bidatet e rënda të sekteve të sufizmit. Për këto mund bojkotohet bidatçi. Për këto quhet një bidatçi dhe bojkotohet. Mirë po bojkotohet kur vetëm dy raste të përmenda. Ndërsa nëse bojkoti nuk ka asnjë dobi, përkundër, po që njerëzit largohen prej teje, për shembull një musliman një thirrës ndodhet në mes të bidatçive. Nëse do t'i bojkotoj, atëherë largohet prej tij. Dhe realisht do të jetë ky i bojkotuar. Ata bidati përhapur. Që në mënyrë që të ftosh ta njerëz që janë rrugën e bidatit, të ftosh rrugën e sunetit, duhet të komunikosh me ta. Duhet i ftosh me të mirë dhe me të butë dhe jo t'i bojkotosh. Prandaj duhet të njohim rregullat e bojkotit, se ka njerëz që e kanë këtë çështje e kanë ngatruar dhe bojkotojnë e sunetin, ose bojkotojnë njerëz që nuk janë bidatçi, ose quajnë bidatçi njerëz për diçka që s'është bidat, ose për diçka që është bidat, por jo bidat i rëndë. Për këtë temë ka folur më gjerë në mësimin e kaluar, kështu që nuk do ta përsëris më. Gjithashtu arsye fetare është dhe bidat dhe gjunahu që njeriu e bën hapës, një gjunah i madh. Konsumimi i pijeve të errësira, konsumimi i drogës, vjedhja, etj. Gjunah që janë faktuar apo që i bën hapës. Por edhe gjunaqari bojkotohet në dy raste, siç e thash. Rasti i parë si masë ndëshkuese ndaj tij, që ai të dorë nga gjunahu. Rasti i dytë, që njerëzit mos tekin shembullin e tij. Ta kuptojnë njerëzit se si bojkotohet gjunaqari, që mos të bëjnë të gjunah. Në qoftë se nuk ekziston asnjëra nga këto dy, nëse në këto dy raste, nëse nuk ka dobi bojkotimi gjunaqari, atëherë nuk lejohet bojkotimi i tij. Është në parë një kohë që ne në origjinë duhet të flasim me muslimanët, duhet të shkojmë mirë me ta. Argumenti i bojkotit për çështje fetare, për arsye fetare, është fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam i bojkotoi ata tre muslimanë që nuk morën pjesë në luftën e Tebukut. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i bojkotoi ata për 50 ditë, siç tregohet në hadithe të saktë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar bojkotin e muslimanëve më shumë se 3 ditë. Por në qoftë se ti e di se po të flasësh një njeriu, ai do të dëmtojë. Është keqbërës. Atëherë të lejohet që marrë zemra për ta. Që më shumë se 3 ditë. Sepse kjo arsye. Një njeriu është një dhurmshëm, është i dëmshëm, është i padrejtë. Dhe nga përvoja jote është se ku ti flasësh, ai do të të dhunojë, ose do të dëmtojë, ose do të bëjë keq. Në këtë rast, për të shmangur dëmin, lejohet
që të mash zemrat me të, ose të lasësh, të frekontosh, edhe më shumë se 3 ditë. Në qoftë se ke frikë se po t'i flasësh dikujt, ose po t'i japësh selam dikujt, shkakton dëm në çështjen e fesë. Apo çështjen e jetës. Përsëri lejohet që mos i flasësh edhe më shumë se 3 ditë. Dhe ka hadith tjetër që ka sjellë autori në den, shkallin Abdullah ibn Ayyub الأنصاري رضي الله عنه يقول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk I lejohet muslimanit që ta bojkotojë vëllain e tij më shumë se 3 net. Ata takohen. 3 net do të 3 net e 3 ditë. Takohen me 2 muslimanë që kanë bojkotuar njëri tjetrin. Edhe njëri I kthen shpinën, dhe tjetri I kthen shpinën. Më I mirë për tyre thotë është ai që jep selam I parë. Atë që ka sjellë Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihe të tyre. Pra, nuk lejohet që muslimanët të bojkotojnë muslimanë kështu. Do të takohen 2 muslimanë që janë zënuar me njëri tjetrin. Dhe nuk I flasin njëri tjetrin. Më I miri për tyre është ai që I pari jep selam. Po pse quhet më I miri? Sepse ai I ka folë I pari tjetrit, shtrënguar më tolerant. Është kthyer I pari për respektimin e të drejtës së vllazërisë islame. Prandaj është më I mirë të profeti sallallahu alaihi wasallam. Po, tire zonë të vetës. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sipas disa dietarëve, nëse I jep selam atij personi I cili qenë I zëvruar, shpëton nga gjunahu I futjes së mënjes së tij. E nuk konsiderohet se I mëdhetuar. Pasi profeti nuk ka përmendur selam. Më I mirë për tyre ka thënë, është ai që fillon me jep selam tjetrit. Po I dhe selam atij tjetrit, do të thotë që nuk hyet ka ata që kanë kuptuar lidhjen dhe që konsiderohet gjunahtar për shkak se nuk I flet musliman. Po kështu nëse tjetri I dha selam dhe ja pritet selamin, konsiderohet se I pajtu me të. Allahu shpëlet të mira, e nusë Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë të përfishme, këto që الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه